Gjithë respektin që kam se unë mbaj krahun e dajve, ka dhimbje të pashërueshme marrëdhënien e nanës Elionës me babën e Elionës. Po them, një edukim të jashtëzakonshëm, vrehet kjo tek Eliona dhe nuk është për mu hedh poshtë. E të njëjtën kohë nuk është për mu hedh poshtë as familja e mbetur që është baba, vllai ose motra. Po as dajt në këtë rast nuk duhet më Nuk janë gjujt poshtë dajt. Absolutisht nuk janë gjujt dajt poshtë. Nuk mundesh me dajt. Vetëm pak, nuk po them që kjo i ka gjujt poshtë. Ku e gjujt poshtë dajën e vet? Pse daja del në konkluzion edhe del në një deklaratë të tillë ku i thot mbesës se vetë. Po atëherë më dëgjon vetëm pak. Nuk daja me gjithë respektin që kam se unë mbaj krahun e dajve, sepse ata njoh, ata i kom pas brenda në familje. Daja e ka dhimbje të pashërueshme marrëdhënien e nanës Elionës me babën e Elionës. Por nuk duhet të dali dhe ta nxjerrë publikisht, jo për me hedh Elionën poshtë, sepse një publik që e do Elionën ka me ndjek deri në momentin e fundit. Është një marrëdhënie që duhet ngeli brenda kuadratit familjar, sepse po e shohim tërmetin që shkaktoi. Dhe me thonë, kujt i japin drejt? Një publik që do ndahet në dysh. A ishte momenti dur që daja i Elionës me dal me një deklaratë tillë. Këtë po du me ndëgju për juve. Po, edhe bravo i qoftë, sepse po edhe sqarimin. Se është shumë e vërtet ajo që e tha Ariola, do më thonë, ajo ka vendosur me tregu gjanat, kush nuk i tregon gjanat sot që i kanë familje të këqija, se i tregon vetëm të mirat.